Një burr i respektuar zbulon të vërtetën për ata tek të cilët besonte më shumë. Një vajzë e re e padukshme bëhet shpëtimi i tij i vetëm. Një konspiracion që do të ndryshojë jetët e tyre përgjithmonë është gati të zbulohet. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Agon Kelmendi rregulloi nyjen e kravatës së tij prej mëndafshi ndërsa vështronte nga dritarja e zyrës lëvizjen e kryeqytetit, Tiranës. Në moshën 52 vjeçare, ai drejtonte një nga konglomeratet më të mëdha të ndërtimit në vend. Kompania e tij kishte ngritur rrokaqje, qendra tregtare dhe komplekse banimi që kishin ndryshuar peizazhin urban. Çdo kontratë e nënshkruar, çdo projekt i miratuar, përfaqësonte jo vetëm fitim, por prestigj në një shoqëri që nderonte suksesin sipërmarrës. Ora shënonte 16 kur vendosi të mbyllte një tjetër ditë produktive. Kishte mbyllur një marrëveshje milionere për ndërtimin e një rrethi të ri tregtar në Elbasan, dhe mendja e tij tashmë po planifikonte hapat e ardhshëm. Agoni kishte qenë gjithmonë i imët në detaje, llogaritës, dikush që nuk ja linte asgjë rastësisë. Kjo karakteristikë e kishte shndërruar në njeriun më me ndikim në rrethin e tij shoqëror, i respektuar si në klubet ekskluzive ashtu edhe në mbledhjet e biznesit. Gjatë rrugës për në shtëpi, duke drejtuar sedanin e tij të importuar nëpër bulevardet e ngarkuara, Agoni reflektonte se sa bujare ishte treguar jeta me të. I martuar prej 15 vitesh me Anilën, një grua elegante dhe e rafinuar që e kishte njohur në një mbrëmje bamirësie, ai kishte ndërtuar një ekzistencë që shumë kush e kishte zili. Vila në lagjen më fisnike të qytetit, në blok, udhëtimet ndërkombëtare, darkat me personalitete të rëndësishme, gjithçka duke i organizuar në mënyrë perfekte. Anila kishte qenë gjithmonë gruaja ideale për një burr të pozitës së tij. E diplomuar në administrim biznesi në Universitetin e Tiranës, ajo i kuptonte kërkesat e karrierës së tij dhe dinte të lëvizte me shkaftësi mes elitës së biznesit. Darkat e saj ishin të famshme për sofistikimin, dhe ajo kur nuk e vinte në siklet në ngjarjet shoqërore. Përkundrazi, prania e saj gjithmonë i shtonte vlerë imazhit që Agoni kultivonte me aq kujdes. Dritani, vëllai i tij më i vogël, gjithashtu luante një rol themelor në jetën e tij personale dhe profesionale. I diplomuar për inxhinieri, ai menaxhonte disa nga projektet më të rëndësishme të kompanisë. Agoni gjithmonë ishte ndjer krenar që kishte arritur të përfshinte familjen në biznes, duke mbajtur një traditë që e konsideronte thelbësore. Dritani tregonte kompetencë teknike dhe ishte treguar besnik gjatë viteve, karakteristika që Agoni i vlerësonte jashtë mase. Duke hyrë në garazhin nëntoksor të vilës, Agoni ndjehej i kënaqur me një tjetër ditë të suksesshme. Rezidenca 3-katëshe me kopshte të projektuara nga peizazhistë të njohur, përfaqësonte jo vetëm komoditet, por status. Çdo detaj ishte planifikuar me kujdes për të lënë mbres të vizitorët dhe për të pasqyruar suksesin e pronarit të saj. Lulieta, punonjësja e shtëpisë që punonte aty prej gati 2 dekadash, e përshëndeti me edukat ndërsa mori çelsat e makinës. Ishte një grua diskrete, efikase në detyrat e saj, që kujdesej për mirëmbajtjen e rezidencës me një përkushtim shembullor. Agoni gjithmonë e kishte konsideruar atë si pjesë të orendive, dikush që kryente detyrat e saj në heshtje pa ndërhyrë në dinamikën familjare. Bora, vajza e Lulietës, her pas here shfaqej në pronë për të ndihmuar nënën e saj në raste të veçanta ose pastrime më të rënda. Në moshën 17 vjeçare, ajo ishte një vajzë e turpshme që Agoni pothuajse nuk e vërente fare. Ajo punonte me diskrecion, duke mbledhur pjatat pas darkave ose duke organizuar rregullimet e luleve, gjithmonë duke mbetur e padukshme në sytë e pronarëve. Për Agonin, prania e saj ishte po aq e parëndësishme sa ajo e kopshtarëve apo rojeve të sigurisë. Atë natë specifike, Anila kishte përgatitur një darkë intime për të festuar kontratën e re. Tryeza ishte shtruar me elegancë në dhomën kryesore të ngrënies, me porcelan të shtrenjtë dhe kristale që pasqyronin dritën e abazhurit të importuar. Dritani kishte mbërritur më herët dhe tashmë po bisedonte me gjallëri me kunatën e tij për detajet e projektit që Agoni kishte fituar. Gjatë darkës, biseda rodhi natyrshëm mes çështjeve familjare dhe profesionale. Anila tregonte interes të sinqert për biznesin, duke bërë pyetje inteligjente për fizibilitetin financiar të sipërmarrjes së re. Dritani kontribuonte me vëzhgime teknike, duke treguar njohuri për sfidat ndërtimore që do të hasnin. Agoni ndjehej rehat në atë mjedis, i rrethuar nga njerëz që kuptonin ambicjet e tij dhe ndanin vlerat e tij.
Vera e shërbyer atë natë ishte një etiket speciale që Anila e kishte zgjedhur personalisht. Ajo gjithmonë tregonte kujdes në përzgjedhjen e pijeve të përshtatshme për çdo rast, një talent që Agoni e vlerësonte. Lëngu i kuq rodhi butësisht në gotë dhe shija e tij e plotësonte në mënyrë perfekte pjatën kryesore të përgatitur nga shefi privat i kuzhinës. Ndërsa ngrinin ndolli për suksesin e projektit të ri, Agoni vuri re diçka ndryshe në sjelljen e Anilës dhe Dritanin. Kishte një sinkroni delikate mes tyre, vështrime të shpejta që shkëmbeheshin kur mendonin se ai nuk po i vëzhgonte. Fillimisht i atribuoi këtë perceptim lodhjes nga dita intensive e punës, por diçka në instinktin e tij filloi të zgjonte një ndjenjë shqetësuese. Lulieta qarkullonte me diskrecion nëpër dhomë, duke mbledhur pjatat e zbrazta dhe duke zëvendësuar takëmet sipas nevojës. Bora e ndihmonte në heshtje, duke lëvizur si hije nëpër qoshet e rezidencës. Agoni vuri re se vajza dukej nervoze, më e tensionuar se zakonisht, por nuk i dha rëndësi këtij fakti. Punonisit shpesh ndjeheshin në siklet në praninë e pronarëve gjatë ngjarjeve formale. Ndërsa nata përparonte, Agoni filloi të ndjente një lodhje të pazakontë. Fillimisht mendoi se ishte rezultat i agjendës së mbingarkuar të javëve të fundit. Biznesi kërkonte vëmendje të vazhdueshme dhe ai nuk kishte marrë pushime prej më shumë se një viti. Rezistenca e tij fizike kishte qenë gjithmonë e jashtëzakonshme, por të gjithë kanë kufi. Anila tregonte një shqetësim të dashur për gjendjen e tij, duke sugjeruar që ai të pushonte më shumë dhe të konsideronte delegimin e disa përgjegjësive. Dritani pajtohej duke argumentuar se kompania ishte mjaftueshëm e stabilizuar për të lejuar që Agoni të reduktonte ritmin e tij të punës. Të dy dukeshin sinqerisht të shqetësuar për mirëqenien e tij, gjë që i ngrohu zemrën Agonin. Gjatë javëve në vijim, simptomat e lodhjes u intensifikuan. Agoni filloi të kishte vështirësi në përqendrim gjatë mbledhjeve të rëndësishme, harresa të herpashershme që nuk i kishte përjetuar kurrë më parë dhe një ndjesi konstante çorientimi. Anila këmbëngulte që ai të kërkonte ndihmë mjekësore, duke treguar një përkushtim që ai e interpretonte si dashuri bashkëshortore. Dritani gjithashtu shprehte shqetësim, duke sugjeruar që mbase ishte momenti që Agoni të konsideronte një largim të përkohshëm nga biznesi. Kompania po lulëzonte dhe një pauzë do t'i lejonte atij të rifitonte plotësisht gjallërinë e tij. Agoni i rezistonte idesë, por fillonte të mendonte se mbase kishte nevojë për një periudhë pushimi. Ishte gjatë një prej këtyre netëve të pafuqisë që Bora mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Kishte vërejtur lëvizje të çuditshme në kuzhinë, biseda të përshpëritura mes Anilës dhe Dritanit kur Agoni nuk ishte i pranishëm, dhe detaje të vogla që vëmendja e saj si vëzhguese e heshtur i kishte kapur. Diçka nuk shkonte dhe ajo e dinte se duhej të vepronte. Agoni nuk do ta imagjinonte kurrë se shpëtimi i tij do të vinte nga ajo vajzë që ai e konsideronte të padukshme. Bora kishte vendosur të thyente heshtjen e saj, edhe pse e dinte se kjo mund të shkatëronte jetën e saj dhe të nënës së saj. Ajo që ajo ishte gati të zbulonte do të transformonte ekzistencën e të gjithë të përfshirëve, duke ekspozuar të vërteta që kishin qenë të fshehura prej muajsh. Nata kur gjithçka ndryshoi filloi si çdo tjetër. Agoni ishte kthyer nga zyra duke u ndier veçanërisht i dobët, duke pranuar për herë të parë se mbase kishte nevojë për ndihmë mjekësore profesionale. Anila dhe Dritani e pritën me buzëqeshje të ngrohta, të përgatitur për një tjetër natë që dukej krejtësisht normale në sipërfaqe, por që do të fshinte zbulime shkatëruese. Zbulimi ndodhi në një natë të zakonshme, kur Bora qëndroi në rezidencë përtej orarit të saj të zakonshëm për të ndihmuar nënën e saj me pastrimin pas një darke biznesi. Anila e kishte liruar Lulietën më herët, duke pretenduar se ajo vetë do t'i përfundonte detajet e fundit të organizimit. Bora, megjithatë, kishte harruar çantën e saj në katin e poshtëm dhe u kthye në heshtje për ta marrë. Ishte atëherë kur dëgjoi zërat që vinin nga zyra private e Agonit. Anila dhe Dritani po bisedonin me zë të ulët, por akustika e korridorit të shërbimit lejonte që fjalët e tyre të mbërrinin qartë në veshët e vajzës. Ajo që dëgjoi ja ngriu gjakun në vena. Doza po funksionon në mënyrë perfekte, mirëmuroi Anila me një kënaqësi të ftohtë që Bora nuk e kishte vënë re kurrë më parë. Ai është gjithnjë më i konfuz, më i varur. Simptomat janë saktësisht ashtu siç tha mjeku se do të ishin. Dritani u përgjigj me të njëjtën ftohtësi, raporti psikiatrik tashmë po përgatitet. Pas pak javësh do të kemi dokumentacion të mjaftueshëm për të kërkuar kujdestarinë ligjore.
Agoni do të shpallet i paaftë për të menaxhuar bizneset e veta. Bora ndjeu këmbët t'i dridheshin ndërsa procesonte kuptimin e atyre fjalëve. Ata po e drogonin Agonin në mënyrë sistematike, duke manipuluar gjendjen e tij fizike dhe mendore për të marrë kontrollin e pasurisë së tij. Substanca që kishin shtuar në pijet e tij po shkaktonte simptomat që ai kishte zhvilluar javët e fundit. Avokati garantoi se procesi do të jetë i shpejtë, vazhdoi Anila. Sa po Agoni të shtrohet për trajtim psikiatrik, ne do të kemi autorizim ligjor mbi të gjitha pasuritë. Kompania, pronat, llogaritë bankare, gjithçka do të mbetet nën administrimin ton. Vajza mbeti e palvizur në korridor, nga frika se çdo lëvizje mund të tradhtonte praninë e saj. Çdo fjalë zbulonte shtresa shtesë të një konspiracioni të planifikuar me imtësi. Nuk bëhej fjalë për një impuls të papritur, por për një skem të hartuar përgjatë muajve, mbase viteve. Dritani detajonte aspektet teknike të planit, e rëndësishme është të ruajmë dukjen e shqetësimit. Do të vazhdojmë të sugjerojmë që ai të kërkojë ndihmë mjekësore, duke treguar se jemi familjar të përgjegjshëm. Kur shtrimi të jetë i pashmangshëm, do të dukemi sikur po marrim një vendim të vështirë, por të domosdoshëm. Anila plotësonte me cinizëm. Agoni ka qenë gjithmonë aq kontrollues, aq i bindur në inteligjencën e tij. Kur nuk do të dyshoj se njerëzit më të afërt mund ta tradhtonin në këtë mënyrë. Arroganca e tij do të jetë rënimi i tij. Bora ndjeu përzierje kur kuptoi thellësinë e përbuzjes që ata ushqenin për Agonin. Për vite me radhë, kishte parë Anilën të tregonte dashuri dhe admirim për bashkëshortin, pa e imagjinuar se gjithçka ishte një performancë e hartuar me kujdes. Dritani, i cili gjithmonë dukej se admironte vëllain e tij të madh, zbulonte tani një pakënaqësi të thellë dhe llogaritëse. Po shërbëtorja dhe vajza e saj, pyeti Dritani, duke bërë që zemra e Borës të rritë rrezikshëm. Anila u përgjigj me përbuzje. Lulieta është shumë besnike për të dyshuar për diçka. Ajo beson se ne jemi sinqerisht të shqetësuar për Agonin. Sa për vajzën, ajo është praktikisht e padukshme. As nuk do të dinte ku t'ja fillonte nëse do të donte të shkaktonte probleme. Mënyra se si flisnin për të dhe nënën e saj si figura të parëndësishme në një tabel shahu e tërboi Borën. Ata i konsideronin aq të parëndësishme sa as nuk shqetësoheshin të fshinin bisedat konspirative kur ato ishin pranë. Ky nënvlerësim do të ishte gabimi që do t'i shkatëronte. Gjatë ditëve në vijim, Bora vëzhgoi çdo lëvizje me vëmendje të shtuar. Pa Anilën duke shtuar pika të një lëngu pa ngjyrë në gotën e Agonit gjatë darkës, gjithmonë kur ai ishte i shpërndar me ndonjë bisedë. Vuri re se si Dritani i drejtonte diskutimet drejt temave që shkaktonin konfuzion mendor të Agoni, duke përfituar nga gjendja e tij e dobësuar për të minuar besimin e tij. Vajza gjithashtu vuri re shenja që i kishte injoruar më parë. Anila shpesh merrte telefonata që e linin të shqetësuar, biseda që ajo i mbyllte shpejt kur dikush afrohej. Dritani kishte filluar të shfaqej në rezidencë më shpesh, gjithmonë me dokumente që kërkonin nënshkrimin e Agonit për çështje rutinë të kompanisë. Sjellja e Agonit përkeqësohej dukshëm. Ai kishte humbur peshë, qëndrimi i tij ishte më pak i drejtë dhe shpesh dukej i humbur në mendime konfuze. Gjatë mbledhjeve të punës të realizuara në rezidencë, Bora vëzhgonte vështirësinë e tij për të mbajtur fokusin në diskutime, diçka që kur nuk ndodhte më parë. Anila dhe Dritani e shfrytëzonin këtë cenueshmëri me mjeshtëri. Sugjeronin që Agoni mbase duhej të delegonte më shumë përgjegjësi, se shëndeti i tij ishte më i rëndësishëm se biznesi, se ai meritonte të pushonte pas viteve të punës së palodhur. Çdo sugjerim paraqitej me shqetësim të dukshëm, por Bora tani e dallonte manipulimin pas çdo fjale. Lulieta gjithashtu filloi të tregonte shqetësim, ndonse nuk arrinte të identifikonte saktësisht se çfarë e mundonte. Gjatë detyrave të saj shtëpiake, i komentonte Borës se si Agoni dukej ndryshe, më i brish, më pak i vendosur. Nëna ja atribuonte këto ndryshime stresit profesional, pa dyshuar për shkakun e vërtetë. Zonja Anila ka qenë shumë e vëmendshme, tha Lulieta një mëngjes, ndërsa organizonte enët e mëngjesit. Gjithmonë duke pyetur për shëndetin e zotërisë, duke sugjeruar ilaçe natyrale. Është një grua e përkushtuar. Bora ndjente dëshirën për t'i zbuluar gjithçka nënës, por e dinte se Lulieta kur nuk do të besonte. Besnikëria që ajo kishte zhvilluar ndaj familjes Kelmendi gjatë 2 dekadave ishte e palëkundur. Ajo do ta interpretonte çdo akuzë kundër Anilës si mosmirënjohje ose fantazi të një adoleshenteje problematike.
Situata u bë edhe më urgjente kur Bora zbuloi dokumente të fshehura në zyrën e Anilës. Ndërsa kryente pastrimin javor, gjeti letra që detajonin planin në mënyrë eksplicite. Kishte raporte mjekësore të falsifikuara, vlerësime psikiatrike të përgatitura paraprakisht dhe madje edhe plane arkitektonike të klinikave private ku agoni do të shtrojë. Një dokument veçanërisht tronditës ishte një prokurore që do të transferonte të gjitha fuqitë ligjore të Anila në rast të paftësisë mendore të vërtetuar të agonin. Letra ishte tashmë e përgatitur duke pasur nevojë vetëm për nënshkrimet përfundimtare dhe vulën zyrtare për të hyrë në fuqi. Bora i fotografoi me diskrecion dokumentet me telefonin e saj celular, duke kuptuar se do t'i duheshin prova konkrete për të vërtetuar denoncimet e saj. Megjithatë, e dinte se fotografitë mund të kontestoheshin, të klasifikoheshin si falsifikime. Do t'i duhej diçka më thelbësore, më e pakundërshtueshme. Mundësia erdhi kur Anila dhe Dritani caktuan një takim me avokatin përgjegjës për procesin e kujdestarisë ligjore. Ata planifikonin të finalizonin detajet e fundit ligjore, të përcaktonin afatet dhe strategjitë për të përshpejtuar shtrimin e agonit. Takimi do të ndodhte në zyrën e rezidencës, në një orar kur agoni do të ishte në gjumë nën efektin e qetësuesve. Bora e dinte se ai do të ishte shansi i saj i vetëm për të marrë prova përfundimtare. Do t'i duhej të regjistronte bisedën, të kapte rrëfime eksplicite që nuk mund të mohoheshin më vonë. Ishte një plan i rrezikshëm që mund të rezultonte në pushimin nga puna të nënës së saj dhe në shkatërimin e perspektivave të saj për të ardhmen, por nuk mund të qëndronte pasive përballë asaj padrejtësie. Gjatë pasdites para takimit vendimtar, Bora u përgatit me imtësi. Studioi rutinën e shtëpisë, identifikoi momentet kur mund të hynte në zyrë pa u diktuar dhe testoi telefonin e saj për të garantuar se regjistrimi do të ishte i qartë. Çdo detaj duhej të ishte perfekt, pasi do të kishte vetëm një mundësi. Luljeta e vuri re nervozizmin e vajzës, por ja atribuoi shqetësimin studimeve ose problemeve tipike të adoleshencës. I ofroi fjalë ngushëlluese, pa e imagjinuar se Bora ishte gati të merrte një vendim që do të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Në natën para përballjes vendimtare, Bora pothuajse nuk fjeti fare. Rishikonte mendërisht çdo etapë të planit të saj, duke konsideruar dështimet e mundshme dhe duke u përgatitur për pasojat që mund të ishin shkatërruese. E dinte se ishte gati të përballej me njerëz të fuqishëm, me ndikim që nuk do të hezitonin ta shkatërronin për të mbrojtur interesat e tyre. Në agim, vëzhgoi agonin duke ngrënë mëngjes me vështirësi, duart e tij duke u dridhur lehtë ndërsa mbante filxhanin. Anila e ndihmonte me dashuri, duke treguar të njëjtin përkushtim që i gënjente të gjithë. Në atë moment, Bora forcoi vendosmërinë e saj. Agoni meritonte të dinte të vërtetën dhe ajo do të ishte ajo që do ta zbulonte, pavarësisht pasojave personale që do të haste. Dita e takimit vendimtar u gdhi me qiell të vrenjtur dhe një tension që dukej se përshkonte të gjithë rezidencën. Bora u zgjua para alarmit, zemra e saj duke rrahur shpejt kur kujtoi se çfarë duhej të bënte. Anila e kishte liruar luljetën më herët, duke pretenduar se do të priste vizita të rëndësishme dhe nuk donte ndërprerje të panevojshme. Punonisja e pranoi lirimin pa pyetur, duke falënderuar për konsideratën e zonjës. Agoni e kishte kaluar mëngjesin në dhomën e tij, me dhimbje koke intensive që e bënin të pamundur punën. Anila tregonte shqetësim të tepruar, duke sugjeruar që ai të merrte medikamente më të forta për të lehtësuar shqetësimin. Bora i vëzhgonte të gjitha me tmerr në rritje, duke e ditur se çdo pilule ofruar me dashuri nga bashkëshortja e përkeqësonte gjendjen e tij. Dritani mbërriti në fund të pasdites, duke sjellë një dosje me dokumente dhe duke e përshëndetur Anilën me një familiaritet që tani dukej i dyshim në sytë e vëmendshëm të Borës. Ata biseduan shpejt për detajet finale, duke konfirmuar se avokati do të mbërrinte brenda një ore për të finalizuar të gjitha aspektet ligjore të procesit të kujdestarisë. Bora u pozicionua strategjikisht në katin e sipërm, duke vëzhguar lëvizjet përmes hekurave të parmakut. Telefoni i saj ishte i përgatitur për të regjistruar, i fshehur në një vend ku mund të kapte zërat qartë. Çdo minutë që kalonte ia shtonte ankthin, por ajo mbante fokusin te rëndësia e misionit të saj. Kur avokati mbërriti, Bora e njohu menjëherë qëndrimin e tij arrogant dhe shprehjen llogaritëse. Ishte një burr në moshë të mesme, i veshur me një kostum të shtrenjtë dhe duke mbajtur një çantë lëkure që ndoshta përmbante dokumentet e nevojshme për të kryer tradhtin. Anila e përshëndeti me entuziazëm, duke e falënderuar për përkushtimin e tij në rastin delikat familjar.
Të tre u drejtuan për në zyrën e agonit duke mbyllur derën me kujdes. Bora zbriti në heshtje shkallët duke u afruar te dera për të pozicionuar më mirë pajisjen e saj të regjistrimit. Korridori i shërbimit ofronte qasje diskrete në mjedis duke i lejuar asaj të fshihej pas një dollapi të vjetër pa u diktuar. Zërat filluan ulët, por gradualisht u bën më të dëgjueshëm ndërsa konspiratorët u relaksuan, duke besuar se ishin në siguri të plotë. Avokati shpjegonte detajet teknike të procesit duke përshkruar se si dokumentacioni mjekësor do t'i paraqitej gjykatës për të justifikuar kujdestarinë ligjore të agonit. Raportet psikiatrike janë bindëse, thoshte avokati me kënaqësi profesionale. Përshkruajnë një kuadër progresiv të përkeqësimit mendor të papajtueshëm me administrimin e një pasurie të madhe. Çdo gjykatës do ta konsiderojë shtrimin një masë mbrojtëse të nevojshme. Anila u përgjigj me një ftohtësi që tani Bora e njihte si personalitetin e saj të vërtetë. Agoni ka qenë gjithmonë tepër krenar për të pranuar ndihmë. Kjo është e vetmja mënyrë për të ruajtur pasurinë që ai ndërtoi, para se vendimet e tij të komprometuara të shkaktojnë dëme të pariparueshme. Dritani shtonte të dhëna financiare specifike, kompania vlen afërsisht 200 milion euro. Pronat dhe investimet shtojnë edhe 100 milion të tjera. Është një pasuri që meriton administrim kompetent, jo vendimet e çrregullta të dikujt që ka humbur aftësinë e gjykimit. Bora ndjeu përzierje duke dëgjuar se si diskutonin jetën e agonit në terma thjesht monetar. Për ta, ai ishte bërë vetëm një pengesë mes ambicieve të tyre dhe një pasurie të madhe. Ftohtësia me të cilën planifikonin shkatërimin e tij psikologjik tregonte një mizori që ajo kurrë nuk e kishte imagjinuar të mundur. Avokati detajonte afatet, shtrimi duhet të ndodhë javën e ardhshme. Kam kontakte në një klinikë psikiatrike private që do ta lehtësoj procesin. Agoni do të jetë nënqetësues gjatë transportit, zyrtarisht për mirëqenien e tij, dhe do të zgjohet në një mjedis të kontrolluar ku nuk do të mund të shkaktojë probleme. Po punonjësit e kompanisë, pyeti Dritani me shqetësim llogaritës. Do të marrin komunikata zyrtare për nevojën e largimit mjekësor të agonit, u përgjigj avokati. Anila do të marrë përkohësisht presidencën, me ju si zëvendës president ekzekutiv. Tranzicioni do të duket natyral dhe i përgjegjshëm. Bora po regjistronte gjithçka, por e dinte se i duheshin më shumë detaje specifike për t'i bërë provat të pakundërshtueshme. Ishte atëherë kur ndodhi diçka që nuk ishte në planet e saj. Agoni u zgjua dhe filloi të zbriste shkallët, i tërhequr nga zërat që vinin nga zyra e tij. Ende nën efektin e qetësuesve, Agoni ecte ngadalë, por shpreha e tij tregonte kuriozitet për takimin që po ndodhte në pronën e tij pa dijenit të tij. Bora kuptoi se ai ishte gati të zbulonte gjithçka në një mënyrë traumatike, mbase duke u përballur me konspiratorët në një moment cenueshmërie ekstreme. Anila dëgjoi hapat dhe menjëherë alarmoi të tjerët. Paniku u instalua në dhomë kur kuptuan se Agoni ishte zgjuar dhe po afrohej. Dritani sugjeroi se duhej të përshpejtonin procesin, mbase duke e shtruar atë po atë natë për të shmangur komplikime të mëtejshme. Nëse ai zbulon takimin ton, do të bëhet paranojak, mirëmuroi Anila me nervozizëm. Kjo mund të komplikojë versionin ton për përkeqësimin mendor gradual. Avokati pajtohej, është më mirë të veprojmë shpejt. Kam dokumente urgjence që lejojnë shtrimin e menjëhershëm në raste rreziku të pashmangshëm. Mund të pretendojmë se Agoni po kalon një krizë psikotike. Bora kuptoi se situata ishte bërë dëshpëruese. Ata ishin të gatshëm ta shtronin Agonin po atë natë, duke përdorur gënjeshtra dhe dokumente të falsifikuara. Nëse kjo ndodhte, ai do të zhdukej në sistemin psikiatrik privat, ku mund të qëndronte pafundësisht nën kontrollin e medikamenteve dhe izolimit. Ishte në atë moment që Bora mori vendimin më të guximshëm të jetës së saj. Nuk mund të qëndronte më e fshehur, duke mbledhur prova ndërsa Agoni ecte drejt një kurthi. Duhej të vepronte menjëherë, edhe nëse kjo do të thoshte të ekspozohej ndaj pasojave shkatëruese. Kur Agoni mbërriti te dera e zyrës dhe vuri dorën në dorez, Bora doli nga vendi i saj i fshehjes dhe e ndaloi. Fjalët e saj dolën me një përshpërim urgjente, por të vendosur: "Zoti Agon, mos hyni aty. Ju lutem, më besoni. Jeta juaj është në rrezik." Agoni e vështroi me konfuzion, mendja e tij ende e turbullt nga medikamentet. Bora e dinte se kishte vetëm sekonda para se konspiratorët të vërenin praninë e saj. E kapi Agonin për krahu dhe e tërhoqi në drejtim të kundërt, duke përshpëritur shpejt: "Ata po përpiqen t'ju shtrojnë sonte.
Duhet të dalim prej këtu tani. Dera e zyrës u hap pa pritur dhe Anila doli me një shprehje të tërbuar kur pa Borën duke mbajtur agonin. Dritani dhe avokati u shfaqen menjëherë pas saj, fytyrat e tyre duke zbuluar befasi dhe zemërim që ishin zbuluar. Tensioni në korridor ishte i prekshëm, si momenti para një stuje shkatëruese. Çfarë po bën ti këtu? Pyeti Anila me zë prerës, duke u përpjekur të ruante dukjen para agonit. Agon, i dashur, ti duhet të ishe duke pushuar. Kjo vajzë po të shqetëson. Bora mori frym thellë dhe mori një vendim të pakthyeshëm. Zoti Agon, ata po hedhin substanca në ushqimin dhe pijen tuaj. E dëgjova të gjithë bisedën. Duan t'ju shtrojnë për t'ju vjedhur kompaninë. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Anila u zbe, Dritani shtrëngoi grushtet dhe avokati filloi të llogariste strategjitë e kontrollit të dëmit. Agoni vështronte herë Borën e herë gruan e tij, duke u përpjekur të procesonte informatat që mendja e tij e mjekuar luftonte t'i kuptonte. Ajo po gënjen, thiri Anila, duke marrë shpejt qëndrimin e viktimës. Kjo vajzë ka qenë gjithmonë problematike. Agon, ajo po përpiqet të shkaktoj probleme në familjen tonë. Dritani pajtoi në mënyrë agresive, është një tentativë për shantazh. Ndoshta kërkon para në këmbim të heshtjes. Por Bora kishte regjistrime. Me duar që i dridheshin, mori telefonin e saj dhe lëshoi pjesë të bisedës që kishte kapur. Zërat e Anilës, Dritanit dhe avokatit mbushën korridorin, duke detajuar ftohtë planin e shtrimit të detyruar dhe përvetësimit të pasurisë. Agoni dëgjonte me tmerr në rritje, duke njohur zërat e njerëzve tek të cilët besonte më shumë. Çdo fjalë e riprodhuar ishte si një goditje fizike, duke shkatëruar realitetin që ai besonte se njihte. Gruaja e tij e përkushtuar, vëllai i tij besnik, zbuloheshin si grabitqarë që kishin planifikuar shkatërimin e tij prej muajsh. Anila provoi një strategji të fundit dëshpëruese. Agon, ti je i konfuz për shkak të medikamenteve. Ky regjistrim është i fabrikuar. Kjo vajzë po të manipulon. Por Agoni tashmë kishte dëgjuar mjaftueshëm. Mendja e tij, edhe pse e turbullt, e kuptonte tradhtinë monumentale që kishte zbuluar. E vështroi Borën me një përzierje mirënjohjeje dhe dëshpërimi, duke kuptuar se vajza që ai gjithmonë e kishte konsideruar të padukshme ishte i vetmi person që kishte rrezikuar gjithçka për ta shpëtuar. Duhet të dalim prej këtu, përshpëriti ai për Borën, duke kuptuar intuitivisht se siguria e tij ishte komprometuar. Anila dhe Dritani kur nuk do të lejonin që ky zbulim të shkatëronte planet e tyre. Ata do të gjenin mënyra për të neutralizuar si Agonin ashtu edhe shpëtimtaren e tij adoleshente. Arratisja ndodhi në momentet më të tensionuara që Bora kishte jetuar ndonjëherë. Ndërsa Anila përpiqej të binte Agonin se gjithçka ishte vetëm një keqkuptim, Dritani me diskrecion bllokoi daljen kryesore të rezidencës. Avokati ishte tashmë në telefon, ndoshta duke kontaktuar klinikën psikiatrike për të përshpejtuar procesin e shtrimit urgjent. Bora njihte çdo centimetër të asaj shtëpie më mirë se vetë banorët e saj. Vitet duke ndihmuar nënën e saj në detyrat shtëpiake i kishin mësuar rrugë alternative, kalime diskrete dhe pika të verbëra të sistemit të sigurisë. Ishte kjo afërsi me mjedisin që tani do të bëhej shpëtimi i të dyve. Nga këtu, përshpëriti për Agonin duke e udhëhequr përmes korridorit të shërbimit në drejtim të kuzhinës. Burri e ndiqte me vështirësi, ende nën efektin e medikamenteve që kishte konsumuar gjatë javëve. Këmbët e tij të dridhura pothuajse nuk mund ta mbanin, dhe Borës iu desh ta mbështeste disa herë për të mos lejuar që të rrëzojë. Pas tyre, zërat bëheshin më të lartë dhe më dëshpërues. Anila bërtiste se Agoni po rrëmbehej nga një punonjëse e çekuilibruar. Dritani kërcënonte se do të thërriste policinë, duke pretenduar se Bora kishte hyrë në pronë me qëllime kriminale. Avokati udhëzonte se si të kontrollonin situatën ligjërisht, duke sugjeruar që të bënin një denoncim për rrëmbim. Dera e pasme e kuzhinës rrallëherë përdorej nga banorët e vilës. Bora e hapi me kujdes, duke verifikuar nëse rojet ishin në pozicionet e tyre të zakonshme. Fati ishte në anën e tyre, ndërrimi i natës ende nuk kishte filluar dhe kishte një dritare prej afërsisht 15 minutash para patrullës së ardhshme të sigurisë. A mund të ecësh? E pyeti Agonin, i cili merrte frymë me vështirësi dhe djersinte tepër. Medikamentet që Anila kishte administruar kishin prekur seriozisht ekuilibrin dhe koordinimin e tij motorik. Agoni pohoi me kokë, i vendosur të shpëtonte nga kurthi në të cilin jeta e tij ishte shndërruar.
Çdo hap ishte një përpjekje monumentale, por zbulimi se njerëzit më të afërt kishin tradhtuar besimin e tij i jepte forcë për të vazhduar. Dhimbja e zbulimit ishte më e madhe se shqetësimi fizik. Ata kaluan kopshtet duke përfituar nga hijet e pemëve shekullore. Bora e udhëhiqte agonin nëpër rrugë që shmangnin kamerat e sigurisë, një uri që i kishte fituar duke vëzhguar teknikët gjatë mirëmbajtjes së sistemit. Çdo lëvizje duhej të ishte e llogaritur, pasi Anila dhe Dritani sigurisht do të vinin në lëvizje të gjitha burimet e disponueshme për t'i gjetur. Dalja nga prona ndodhi përmes një kalimi në Gardhin e Pasmë, një vend ku Bora kishte vënë re mungesa në mirëmbajtje gjatë viteve. Ishte një hapje e vogël, pothuajse e padukshme, që lejonte qasje diskrete në rrugën anësore. Agoni pati vështirësi për të kaluar, por mendimi ja doli të kalonte pa alarmuar sistemet e sigurisë. Në anën tjetër të Gardhit, Bora kishte parkuar një biçikletë të vjetër që e përdorte për t'u kthyer në shtëpi kur nëna e saj punonte deri vonë. Nuk do të ishte e mjaftueshme për të transportuar agonin, por do të shërbente si mbështetje për ta ndihmuar të ecte nëpër rrugë derisa të arrinin në një vend të sigurt. Rruga deri në shtëpinë e Luljetës dhe Borës mori më shumë se një orë. Agonit i duhej të ndalonte vazhdimisht për të pushuar dhe Bora qëndronte vigjilente për çdo shenjë se po i ndiqnin. Rrugët e lagjes popullore ku ajo banonte në kombinat kontrastonin drastikisht me zonën fisnike ku ndodhej vila e kelmendëve. Rezidenca e Luljetës ishte e thjeshtë, por e organizuar në mënyrë të patëmedh. 2 dhoma të vogla, një sallon modest, kuzhinë funksionale dhe një obor i vogël ku ajo kultivonte bimë aromatike. Bora ishte rritur në atë hapësirë, duke ëndërruar për një të ardhme më të mirë ndërsa vëzhgonte nënën e saj duke punuar pa lodhshëm për t'i mbajtur. Luljeta erdhi në shtëpi 2 orë më vonë duke gjetur një skenë që kur nuk e kishte imagjinuar të mundur. Agon Kelmendi, pronari i saj prej gati 2 dekadash, duke fjetur i pafuqishëm në divanin e sallonit të saj, ndërsa vajza e saj po organizonte kompresa të ftohta për t'i ulur ethet. Bora, çfarë është kjo? Pyeti Luljeta me zë të dridhur, duke kaluar mes konfuzionit dhe tmerrit. Pse zoti Agon është këtu? Çfarë ka ndodhur? Bora i shpjegoi gjithçka në detaje, duke i treguar regjistrimet që kishte bërë dhe duke përshkruar konspiracionin që kishte zbuluar. Luljeta dëgjonte me mosbesim në rritje, duke luftuar për të pajtuar Anilën që njihte me gruan e ftohtë dhe llogaritse të përshkruar nga vajza e saj. Zonja Anila ka qenë gjithmonë aq e sjellshme me mua, mirëmuronte Luljeta, duke procesuar ende informata. Dhe zoti Dritan, gjithmonë i respektueshëm. Si mund t'ia bëjnë këtë vëllai të tyre? Prova e regjistrimeve ishte e pakundërshtueshme. Luljeta dëgjoi zërat që njihte prej vitesh duke planifikuar ftohtë shkatërimin e Agonit. Dhimbja në shprehjen e saj pasqyronte jo vetëm tronditjen, por një ndjenjë tradhtie personale. Ajo ja kishte kushtuar jetën asaj familjeje, duke besuar se u shërbente njerëzve të ndershëm. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, Agoni mbeti në një gjendje gjysmë ndërgjegjeje. Organizmi i tij luftonte për të eliminuar substancat që kishte konsumuar gjatë javëve. Luljeta dhe Bora ndërroheshin në kujdes të vazhdueshëm, duke i dhënë lëngje, duke monitoruar temperaturën e tij dhe duke u siguruar që ai të pushonte siç duhet. Ishte një proces i dhimbshëm për t'u vëzhguar. Agoni kishte joshje gjatë netëve, duke rjetuar kujtimet të jetës së tij bashkëshortore dhe duke pyetur për shenjat që kishte injoruar gjatë viteve. Flisni me Anilën imagjinare, duke e pyetur pse ajo e kishte tradhtuar, duke lutur për shpjegime që kur nuk do t'i merrte në mënyrë të kënaqshme. Gjatë momenteve të qartësisë më të madhe, Agoni tregonte mirënjohje të thellë për guximin që Bora kishte treguar. Ti rrezikove gjithçka për të më shpëtuar, thoshte ai me zë të dobët. Një vajzë që unë pothuajse nuk e vëreja, shpëtoi jetën time ndërsa familja ime po planifikonte shkatërimin tim. Bora kujdesej për të me një përkushtim që e habiti edhe nënën e saj. Përgatiste supa ushqyese, aplikonte kompresa kur ishte e nevojshme dhe qëndronte pranë tij gjatë momenteve të ankthit më të madh. Ishte një përmbysje e plotë e roleve, punonisja e padukshme ishte bërë mbrojtësia e njeriut më të fuqishëm që njihte. Ndërkohë, Anila dhe Dritani kontrollonin në mënyrë perfekte narrativën publike. Bën një denoncim në polici duke pretenduar se Agoni ishte rrëmbyer nga Bora gjatë një krize psikotike. Paraqitën raporte mjekësore që përshkruanin gjendjen e tij mendore të përkeqësuar, duke justifikuar nevojën e shtrimit të menjëhershëm për mirëqenien e tij. Media e përqafoi versionin e paraqitur nga familja me entuziazëm sensacionalist.
Gazetat mbanin tituj për rrëmbimin e sipërmarrësit nga punonjësja adoleshente. Anila jepte intervista me lot në sy, duke interpretuar në mënyrë perfekte rolin e gruas së dëshpëruar të shqetësuar për sigurinë e bashkëshortit të zhdukur. Dritani mori përkohësisht presidencën e kompanisë duke pretenduar nevojën për të ruajtur stabilitetin e biznesit, ndërsa Agoni merrte trajtim mjekësor. Punonjësit dhe partnerët tregtar e pranuan versionin zyrtar, duke shprehur solidaritet me familjen në këtë moment të vështirë. Bora i ndiqte lajmet me tmerr në rritje. Fotoja e saj shfaqej vazhdimisht në televizion, e shoqëruar me spekulime për motivet e saj të mundshme. Disa media sugjeronin përfshirje dashurore me Agonin, të tjerë flisnin për tentativë shantazhi financiar. Të gjithë e paraqitnin si një vajzë problematike që kishte përfituar nga cenueshmëria e pronarit të saj. Lulieta vuante në punë, duke marrë vështrime mosmiratimi nga fqinjet që besonin versionet e përhapura nga shtypi. Disa arritën deri aty sa të sugjeronin se ajo kishte qenë bashkëpunëtore në krimet e supozuara të vajzës së saj. Diniteti që ajo kishte ndërtuar gjatë dekadave të punës së ndershme po shkatërrohej nga gënjeshtrat e hartuara me kujdes. Vajza ime kur nuk do të bënte diçka të tillë, mbroi Lulieta kur pyetej nga të njohurit. Ajo është një vajzë e mirë, nxënëse e shkëlqyer, që gjithmonë i ka respektuar pronarët e saj. Por provat e paraqitura publikisht ishin bindëse. Anila kishte prodhuar dokumente që supozohej se vërtetonin sjellje të papërshtatshme të Borës gjatë viteve. Dritani ofronte dëshmi për qëndrime të dyshimta që do të kishte vërejtur kohët e fundit. Avokati i familjes kishte ndërtuar një rast dukshëm solid kundër adoleshentes. Agoni po shërohej ngadalë, por indinjata e tij rritej në proporcion me qartësinë mendore që po rifitonte. Të shihte shkatërimin e tij në televizion, ndërsa vrasësit e vërtet paraqiteshin si viktima, zgjonte tek ai një vendosmëri që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ata nuk mund t'ja hedhin pa u lagur, thoshte për Borën gjatë një prej bisedave të tyre të natës. Jo vetëm për atë që më bën mua, por për atë që po të bëjnë ty, reputacioni yt po shkatërrohet nga njerëz që duhet të ishin në burg. Bora përpiqej të qëndronte optimiste, por presioni psikologjik ishte dërmues. Të shihte foton e saj të shoqëruar me akuza kriminale, të dëgjonte spekulime për moralin dhe karakterin e saj, të ndjente peshën e gjykimit publik bazuar në gënjeshtra. E gjitha kjo po prekte thellë vetbesimin dhe perspektivat e saj për të ardhmen. Ndonjëherë mendoj se duhet të kisha heshtur, rrëfehej për Agonin gjatë momenteve të dekurajimit. Të paktën ju do ta dini të vërtetën, dhe unë do të mund të vazhdoja të isha e padukshme. Agoni ja mbante duart me vendosmëri në rritje, ti shpëtove jetën time dhe mendjen time. Tani është radha ime të shpëtoj reputacionin dhe të ardhmen tënde. Ata kanë zgjedhur personin e gabuar për ta shkatëruar. Mundësia për hakmarrje erdhi në mënyrë të papritur kur Lulieta solli informata për një ngjarje që Anila kishte organizuar për javën e ardhshme. Një darkë gala festive do të mbahej në Vil për të njoftuar zyrtarisht administrimin e ri të kompanisë. Dritani do të prezantohej si president i përkohshëm, ndërsa Anila do të merrte rolin e kryetares së bordit administrativ. Zonja Anila më kërkoi të punoja në atë ngjarje, shpjegoi Lulieta, ende nguruese për të besuar plotësisht tradhtin që vajza e saj kishte zbuluar. Do të jetë një festë e madhe, me të gjithë aksionarët e kompanisë dhe personalitete të rëndësishme të qytetit. Ajo dëshiron që gjithçka të jetë e përsosur. Agoni dëgjonte me interes në rritje. Pas një jave shërimi, mendja e tij ishte kthyer në funksionim me qartësinë strategjike që gjithmonë e kishte karakterizuar. Ideja e Anilës dhe Dritanit duke festuar publikisht fitoren e tyre të supozuar, ndërsa ai mbetej i fshehur si një jarratisur, zgjonte tek ai një indinjat që të i kalonte çdo dhimbje personale. Është shansi ynë, tha për Borën, syt e tij duke rifituar një pjesë të shkëlqimit të vendosur që ajo rrallëherë e kishte vërejtur. Ata do të jenë të mbledhur me të gjithë njerëzit e rëndësishëm, duke festuar bazuar në gënjeshtra. Nëse arrim të ekspozojmë të vërtetën para asaj audience, nuk do të kenë asnjë mënyrë për të shpëtuar. Bora ndjente një përzierje shprehse dhe tmerri para perspektivës. Gjatë javës së kaluar, kishte parë reputacionin e saj të shkatërrohej në mënyrë metodike nga media. Komentet e këqija në rrjetet sociale, spekulimet mizore për motivet e saj dhe vështrimet akuzuese të fqinjeve e kishin shndërruar jetën e saj në një makt të vazhdueshëm. Si do të arrijmë të hymë në festë, pyeti praktikisht. Anila ka trefishuar sigurinë. Ka roje në të gjitha hyrjet dhe ata kanë foton ton.
Do të ishte e pamundur të kalonim pa u vënë re. Lulieta, e cila kishte mbetur e heshtur gjatë bisedës, bëri një sugjerim që e habiti vajzën e saj: "Unë do të punoj në atë ngjarje. Mund ta marr Borën si ndihmësen time. Me uniform pune dhe duke përdorur hyrjen e shërbimit, mbase mund të hyni pa u diktuar." Propozimi përfaqësonte një rrezik të madh për Lulietën. Nëse do të zbuloheshin, ajo do të humbiste jo vetëm punën, por mund të përballej me akuza për bashkëpunim në rrëmbimin e supozuar. Megjithatë, pasi dëgjoi regjistrimet që vërtetonin konspiracionin, besnikëria e saj kishte ndryshuar përfundimisht drejtim. Agoni zhvilloi një plan të detajuar gjatë ditëve në vijim. Ai njihte në mënyrë të përsosur sistemin e zërit të vilës, pasi kishte mbikëqyrur personalisht instalimin e tij disa vite më parë. Nëse do të arrinin të kishin qasje në kabinën e kontrollit gjatë ngjarjes, mund të riprodhonin regjistrimet inkriminuese për të gjithë të ftuarit në të njëjtën kohë. Kabina ndodhet në katin e dytë, pranë zyrës, shpjegonte Agoni, duke vizatuar një hartë të improvizuar të rezidencës. Gjatë ngjarjeve, zakonisht ka vetëm një operator që kontrollon sistemin. Nëse arrijmë deri atje pa u diktuar, do të kemi disa minuta para se dikush të arrijë të na ndalojë. Bora studionte çdo detaj të planit, duke memorizuar rrugët alternative dhe pikat e arratisjes nëse diçka shkonte keq. Njohuria e saj e afërt me shtëpinë do të ishte vendimtare për të lëvizur nëpër korridore gjatë ngjarjes pa alarmuar sigurinë. Vitet duke vëzhguar lëvizjet dhe rutinat tani bëheshin përparësi strategjike. Lulieta mori informata të detajuara për orarin e ngjarjes përmes bisedave me punonjës të tjerë të përkohshëm të punësuar për festën. Darka do të fillonte në orën 8 të mbrëmjes me një koktej pritjeje në kopsht. Në orën 9:30 të gjithë do të drejtoheshin në sallën kryesore për banketin formal dhe fjalimet zyrtare. Momenti ideal do të jetë gjatë dollisë kryesore, planifikonte Agoni. Dritani do të mbajë një fjalim për drejtimet e reja të kompanisë dhe Anila do të flasë për tejkalimin e sfidave familjare. Atëherë të gjithë do të jenë duke I kushtuar vëmendje skenës, duke na lejuar të lëvizim pa u vënë re. Gjatë ditëve të përgatitjes, Agoni po rifitonte jo vetëm shëndetin e tij fizik, por edhe vendosmërinë e tij si përmarrëse. Kontaktoi me diskrecion disa aksionar minoritar të kompanisë, njerëz tek të cilët besonte plotësisht, duke I paralajmëruar për parregullsi që kishte zbuluar në administrim. Nuk zbuloi detaje specifike, por mbolli farat e dyshimit që mund të lulëzonin në momentin e duhur. Bora, nga ana e saj, organizonte me imtësi provat që kishin mbledhur. Përveç regjistrimeve origjinale, ajo kishte fotografuar dokumente dhe shënime që vërtetonin planin e kujdestarisë së detyruar. Përgatiti gjithashtu një skenar të detajuar të gjithçkaje që duhej të zbulohej, duke garantuar se asnjë aspekt vendimtar nuk do të harrohej gjatë momentit vendimtar. Presioni psikologjik mbi Lulietën rritej çdo ditë. Kolegët e punës bënin komente për vajzën e saj, disa duke treguar mbështetje diskrete, të tjerë duke shprehur dënim bazuar në informatat e përhapura nga shtypi. Ajo ruante dinjitetin përmes heshtjes së respektueshme, por brenda vuante duke parë Borën duke u shkatëruar publikisht. Vajza ime ka qenë gjithmonë korrekte, mbrojej kur pyetej drejt për drejt. Nëse ajo bëri atë që thon, me siguri kishte arsye të drejta. E njoh karakterin e saj më mirë se çdo gazetar. 2 ditë para ngjarjes, Anila vizitoi papritur shtëpinë e Lulietës. Mbërriti me makinën e saj të importuar, e shoqëruar nga roje sigurie, duke krijuar një zhurmë në lagjen e thjeshtë ku rrallëherë shfaqeshin automjete luksoze. Fqinjet vëzhgonin nga dritaret, duke spekuluar për motivet e pranisë së zonjës në atë vend. Anila aktronte në mënyrë të përsosur rolin e saj si grua e dëshpëruar dhe e shqetësuar. E përqafoi Lulietën në mënyrë dramatike, duke e falënderuar për besnikërinë e saj gjatë një periudhe aq të vështirë. Pyeti nëse kishte lajme për Agonin ose nëse Bora kishte tentuar ta kontaktonte, duke treguar një ankth që dukej absolutisht I sinqert. Lulieta, ti e njeh Borën më mirë se kushdo, thoshte Anila me lot në sy. Nëse ajo të kontakton, të lutem, më njofto menjëherë. Agoni ka nevojë për ndihmë mjekësore urgjente. Kjo situatë mund të përfundojë tragjikisht nëse ai nuk merr trajtimin e duhur. Lulieta qëndroi fort në përgjigjet e saj, duke mohuar çdo njohuri për vendodhjen e Agonit ose kontakt me vajzën e saj. Brenda ndjente neveri për performancën që Anila paraqiste, veçanërisht duke ditur të vërtetën që regjistrimet zbulonin.
Ftohtësia dhe mizoria që kishte dëgjuar kontrastonin plotësisht me shqetësimin e dukshëm të treguar në atë moment. Pas largimit të Anilës, Lulieta i tregoi për vizitën Agonit dhe Borës. Të gjithë kuptuan se presioni po rritej dhe se Anila mbetej jashtëzakonisht e shqetësuar për mundësinë e ekspozimit. Vizita tregonte gjithashtu se tradhtarët nuk ishin krejtësisht të sigurt për fitoren e tyre. Ajo është nervoze, analizoi Agoni. Sikur të ishte e bindur se e kontrollonte plotësisht situatën, nuk do të humbte kohë duke të vizituar ty. Anila e di se Bora zotëron informata që mund ta shkatërrojnë atë, dhe kjo e bën atë të prekshme. Në prag të ngjarjes, Agoni mori një vendim që i habiti shoqërueset e tij. Kontaktoi një gazetar investigativ të njohur për punën e tij serioze dhe të paanshme, duke lënë një takim për ditën pas festës. Nëse plani i festës do të dështonte, do të kishin një alternativë për të garantuar që e vërteta të zbulohej publikisht. Nuk mund të varemi vetëm nga një plan, shpjegonte në mënyrë pragmatike. Nëse diçka shkon keq gjatë festës, ende do të kemi mundësinë t'i paraqesim provat tona përmes shtypit. E vërteta duhet të dalë në dritë, pavarësisht se si do t'ja arrijmë kësaj. Bora kalonte orët e fundit duke rishikuar çdo detaj të pjesëmarrjes së saj në plan. E dinte se ajo do të ishte mundësia e saj e vetme për të pastruar emrin e saj dhe për të ekspozuar njerëzit që kishin tentuar të shkatëronin si Agonin ashtu edhe atë vetë. Nervozizmi ishte intensiv, por vendosmëria të i kalonte çdo frikë që mund të ndjente. Lulieta përgatiste me diskrecion uniformat që do të vishnin në ngjarje, duke verifikuar nëse do të mund të kalonin si punonjëse të përkohshme pa zgjuar dyshime. Çdo detaj i pamjes duhet të ishte bindës, nga këpucët e përshtatshme e deri te stili i flokëve që nuk do të tërhiqte vëmendje të panevojshme. Agoni, nga ana e tij, provonte mendërisht hyrjen e tij në sallë. Pas javësh duke u portretizuar si i zhdukur ose mendorisht i paqëndrueshëm, shfaqja e tij gjatë ngjarjes do të shkaktonte një ndikim dramatik. Duhej të ishte i përgatitur për reagimet e tronditjes, për tentativat për ta diskredituar dhe për t'i paraqitur provat e tij në mënyrë të qartë dhe të pakundërshtueshme. Nesër jeta jon ndryshon përgjithmonë, tha Bora në prag të ngjarjes, duke vëzhguar dritat e qytetit përmes dritares së vogël të dhomës. Ose arrijmë të vërtetojmë të vërtetën tonë, ose humbasim gjithçka përfundimisht. Agoni vështronte në të njëjtin drejtim, vendosmëria e tij e forcuar nga javët e reflektimit mbi tradhtinë dhe drejtësinë. Nuk kemi më asgjë për të humbur, Bora. Ata tashmë na i morën të gjitha, kompaninë time, reputacionin tënd, qetësinë tonë. Nesër e rifitojmë dinjitetin tonë, me çdo kusht. Nata e ngjarjes erdhi me një tension të prekshëm që dukej se përshkonte çdo frymëmarrje të Borës. E veshur me uniformën diskrete të punonjëses, ajo ndiqte nënën e saj përmes hyrjes së shërbimit të vilës që njihte aq mirë. Çdo korridor, çdo derë, çdo vend fshehjeje ishte memorizuar gjatë viteve të punës së heshtur, dhe tani këto njohuri u bën armët e saj sekrete. Lulieta ecte me një vendosmëri të sforcuar, duke përshëndetur punonjësit e tjerë të përkohshëm dhe mbikëqyrësit me natyrshmërinë e dikujt që kishte punuar në atë shtëpi për 2 dekada. Askush nuk e vuri në dyshim praninë e Borës si ndihmëse, veçanërisht duke marrë parasysh kompleksitetin e ngjarjes që Anila kishte organizuar për të lënë mbres tek elita e biznesit të kryeqytetit. Salla kryesore ishte e dekoruar në mënyrë madhështore me aranxhime lulesh të importuara, kristale që pasqyronin drita të arta dhe tavolina të vendosura në mënyrë strategjike për të lehtësuar bisedat mes të ftuarve më të rëndësishëm. Anila e kishte transformuar festën në një demonstrim të fuqisë dhe sofistikimit, duke shfaqur kontrollin që besonte se kishte fituar përfundimisht. Agoni kishte mbetur i fshehur në kopshtet e jashtme, duke pritur momentin e saktë për hyrjen e tij dramatike. Kishte rifituar peshë të mjaftueshme për të mos u dukur i sëmur, dhe qëndrimi i tij ishte kthyer në autoritetin natyral që gjithmonë e kishte karakterizuar. Gjatë orëve të përgatitjes, kishte provuar mendërisht çdo fjalë që do të thoshte, çdo gest që do të bënte për të maksimizuar ndikimin e zbulimit të tij. Të ftuarit e parë mbërritën saktësisht në orën 8. Bora vëzhgonte përmes dritareve të kuzhinës, duke njohur fytyra të famshme të botës së biznesit, politikan me ndikim dhe personalitete të lartë të shoqërisë që frekuentonin ngjarjet e kelmendëve. Të gjithë vinin për të shprehur solidaritet me familjen gjatë një periudhe të vështirë dhe për të festuar udhëheqjen e re të kompanisë. Anila qarkullonte mes të ftuarve me një elegancë të studiuar, duke marrë urime dhe ngushëllime për situatën e Agonit.
Vishnin një fustan të zi të sofistikuar që simbolizonte zinë e duhur, ndërsa buzëqeshte me guxim për të treguar forcë para fatkeqësisë. Performanca e saj ishte aq bindëse sa edhe Bora, duke e ditur të vërtetën, arrinte të admironte aftësinë e saj për shtirje. Dritani gjithashtu aktronte në mënyrë të përsosur rolin e tij si vëllai i shqetësuar që kishte marrë përsipër përgjegjësitë familjare nga detyrimi, jo nga ambicia. Diskutonte me aksionarët për nevojën e ruajtjes së stabilitetit në biznes, ndërsa Agoni merrte trajtimin mjekësor të duhur. Çdo fjalë ishte e llogaritur për të përforcuar narrativën se ai ishte një administrator kompetent i detyruar nga rrethanat për të udhëhequr përkohësisht. Gjatë koktejlit të pritjes, Bora lëvizte në heshtje nëpër korridoret e shërbimit, duke verifikuar pozicionet e rojeve dhe duke identifikuar momentet kur mund të kishte qasje në katin e dytë pa u diktuar. Uniforma e saj e bënte praktikisht të padukshme për të ftuarit, saktësisht ashtu siç kishte qenë gjatë gjithë adoleshencës së saj në atë shtëpi. Në orën 9, kur të gjithë u drejtuan në sallën kryesore për darkën formale, Bora filloi infiltrimit e saj drejt katit të dytë. Njihte në mënyrë të përsosur oraret e patrullimit të rojeve dhe e dinte se do të kishte afërsisht 15 minuta para verifikimit të ardhshëm të kateve të sipërme. Kabina e kontrollit të zërit ndodhej në një dhomë ngjitur me zyrën e Agonit, një vend që ajo e kishte vëzhguar gjatë instalimeve dhe mirëmbajtjeve për gjatë viteve. Pajisja ishte e sofistikuar, por Agoni i kishte shpjeguar në detaje se si të lidhte pajisjen e saj të regjistrimit me sistemin kryesor të shtëpisë. Ndërsa Bora po ekzekutonte pjesën e saj të planit, Agoni afrohej me diskrecion. Te vila përmes kopshteve të pasme. Kishte memorizuar pikat e verbëra të kamerave të sigurisë dhe e dinte saktësisht se kur dhe ku të lëvizte për të shmangur diktimin. Çdo hap ishte i llogaritur, çdo lëvizje e planifikuar për të arritur në momentin kulmor pa alarmuar para kohe për praninë e tij. Në sallë, Anila u ngrit për të mbajtur fjalimin e parë të natës. Zëri i saj jehonte përmes altoparlanteve ndërsa falenderonte praninë e të gjithëve gjatë një periudhe aq të vështirë për familjen. Flisni për Agonin me dashuri të dukshme, duke e përshkruar si një burr që ja kishte kushtuar jetën biznesit, por që tani duhej të fokusohej në shërimin e tij personal. Bashkëshorti im ka qenë gjithmonë një vizionar, thoshte Anila me lot bindës në sy. Fatkeqësisht, presioni i biznesit dhe disa probleme personale ndikuan në shëndetin e tij mendor. Po bëjmë gjithçka për të garantuar që ai të marrë trajtimin më të mirë të mundshëm. Dritani priste radhën e tij për të folur për drejtimet e reja të kompanisë, i përgatitur për të marrë zyrtarisht udhëheqjen që tashmë e ushtronte në prapasken prej javësh. Komentet e tij do të ishin teknike, të fokusuara në ruajtjen e besimit të investitorëve dhe partnerëve tregtar në stabilitetin e administrimit. Ishte saktësisht gjatë fjalimit të Dritanit që Bora arriti të kishte qasje në sistemin e zërit. Duart e saj dridheshin lehtë ndërsa lidhte pajisjen e saj me hyrjet kryesore, duke verifikuar nëse audio do të riprodhohej në të gjithë altoparlantët e vilës. Agoni i kishte mësuar se cilat butona të shtypte për të garantuar volumin maksimal dhe qartësinë e përsosur. Kompania Kelmendi gjithmonë ka përfaqësuar ekselencën dhe integritetin, thoshte Dritani për të ftuarit e vëmendshëm. Në udhëheqjen time të përkohshme, do t'i ruajmë këto vlera ndërsa vëllai im koncentrohet në shërimin e tij. Bora mori frym thellë dhe shtypi butonin që do të ndryshonte gjithçka për gjithmonë. Zërat e regjistruar të Anilës, Dritanit dhe avokatit filluan të jehonin nëpër sallë, duke ndërprer papritur fjalimin zyrtar. Fillimisht pati konfuzion mes të ftuarve, të cilët përpiqeshin të kuptonin se nga vinte ai riprodhim i papritur. Doza po funksionon në mënyrë perfekte, zëri i Anilës jehonte ftohtë përmes altoparlantëve. Ai është gjithnjë më i konfuz, më i varur. Simptomat janë saktësisht ashtu siç tha mjeku se do të ishin. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Të gjitha fytyrat u kthyen nga Anila, e cila u zbe menjëherë duke njohur zërin e saj duke diskutuar ftohtë konspiracionin. Dritani përpiqej dëshpërimisht të lokalizonte kontrollet e zërit për të ndërprerë riprodhimin, por Bora kishte bllokuar qasjen në kabinë. Regjistrimi vazhdonte pamëshirshëm, raporti psikiatrik tashmë po përgatitet. Pas pak javësh do të kemi dokumentacion të mjaftueshëm për të kërkuar kujdestarinë ligjore. Agoni do të shpallet i paaft për të menaxhuar bizneset e veta. Përshpërimat e tronditjes dhe indinjatës filluan të shfaqeshin mes të ftuarve. Njerëz që kishin ardhur për të shprehur solidaritet tani kuptonin se po dëshmonin ekspozimin e një konspiracioni kriminal.
Disa përpiqeshin të dilnin me diskrecion, të tjerë mbetën të paralizuar nga drama e zbulimit. Anila provoi një mbrojtje dëshpëruese, kjo është një falsifikim. Dikush po përpiqet të na dëmtojë. Por zëri i saj i dridhur dhe shpreha e dëshpëruar kontrastonin ashpër me ftohtësinë llogaritëse që jehonte përmes altoparlantëve. Ishte në atë moment që dritat e sallës u fikën plotësisht. Agoni kishte aktivizuar çelësin e përgjithshëm të vilës, duke krijuar një errësirë totale që amplifikonte ndikimin dramatik të zbulimeve. Vetëm regjistrimet vazhdonin të jehonin, duke përshkruar detaje të ndyra për shtrimin e detyruar dhe përvetësimin e pasurisë. Një rrezë dritë u shfaq në hyrjen kryesore të sallës, duke ndriçuar dy figura që ecnin ngadalë drejt qendrës së dhomës. Agoni, dukshëm më i dobët por me një qëndrim krenar, ndiqte krah Borës, e cila mbante kokën lart pavarësisht të gjitha vështrimeve të fiksuara mbi të. Ndikimi vizual ishte kinematografik. Burri që të gjithë besonin se ishte i zhdukur ose i shtruar mjekësisht ecte i qetë mes tavolinave, ndërsa zëri i tij shfaqej nga altoparlantët, i regjistruar gjatë momenteve të cenueshmërisë të shkaktuar nga mjekimi i detyruar. Mirëmbrëma, tha Agoni me një zë të qartë dhe të fortë, duke ju drejtuar drejt për drejt Anilës dhe Dritanit. E imagjinoj se jeni të befasuar duke më parë. Veçanërisht duke pasur parasysh se planifikonit shtrimin tim të përhershëm për sonte. Anila përpiqej të ruante gjakftotësinë, por maska e saj e shqetësimit bashkëshortor ishte shkatëruar plotësisht. Dritani vështronte përreth duke kërkuar rojet e sigurisë, por shumë punonjës gjithashtu po dëgjonin regjistrimet dhe po kuptonin për masën e tradhtisë që kishin dëshmuar. Agon, ti je i sëmur, tentoi Anila një herë të fundit. Kjo vajzë të ka manipuluar, të ka mbushur me ide paranojake. Duhet të bisedojmë privatisht. Agoni buzëqeshi ftohtë, paranojak? Regjistrimet që të gjithë po dëgjojnë janë bërë nga Bora, vajza që ju po përpiqeni të shpifni. Ajo rrezikoi gjithçka për të më shpëtuar nga një konspiracion që ju e planifikuat prej muajsh. Bora qëndronte pranë Agonit, fytyra e saj e qetë pavarësisht tensionit. Gjatë javëve ishte portretizuar si kriminale nga të njëjtat mjete komunikimi që tani dëshmonin guximin e saj. Disa të ftuar filluan të drejtonin vështrime admirimi drejt vajzës që kishte ekspozuar një skem aq të ndërlikuar. Dritani tentoi një kartë të fundit dëshpëruese, Agoni është qartësisht i paqëndrueshëm. Këto regjistrime janë falsifikime të hartuara nga kjo shërbëtore për të shantazhuar familjen tonë. Ishte atëherë kur Agoni paraqiti provat fizike që Bora kishte fotografuar, dokumente të fabrikuara, raporte mjekësore të rreme, kontrata shtrimi tashmë të nënshkruara. Çdo letër vërtetonte aspekte specifike të konspiracionit që regjistrimet kishin zbuluar. Zotërinj aksionar, ju drejtua Agoni partnerëve tregtar të pranishëm, gjatë javëve keni marrë raporte për paqëndrueshmërinë time mendore. Tani e dini se ajo paqëndrueshmëri u shkaktua artificialisht nga njerëz që u betuan se do të më donin dhe mbronin. Reagimi i të ftuarve ishte një indinjat në rritje. Shumë e kishin njohur Agonin gjatë dekadave, duke respektuar integritetin dhe kompetencën e tij si përmarrëse. Zbulimi se ai ishte droguar në mënyrë sistematike nga familja e tij e vetë zgjonte një revolt që të i kalonte thjesht mosmiratimin shoqëror. Anila dhe Dritani kuptuan se situata e tyre ishte bërë e pamundur. Disa të ftuar tashmë po kontaktonin avokatët përmes telefonit, të tjerë po diskutonin masat ligjore që duheshin marrë menjëherë. Festa që duhej të festonte fitoren e tyre ishte shndërruar në ekspozimin publik të krimeve të tyre. Javët që pasuan ekspozimin në vilë transformuan plotësisht jetën e të gjithë të përfshirëve. Anila dhe Dritani po përballeshin me hetime kriminale për tentativë të përvetësimit të palishëm, falsifikim dokumentesh dhe administrim mashtrues të substancave të kontrolluara. Avokati që i kishte ndihmuar gjithashtu përgjigjej për bashkëpunim dhe hartim të dokumenteve të falsifikuara. Agoni rifitoi jo vetëm shëndetin e tij, por edhe kontrollin e plotë të bizneseve të tij. Aksionarët që kishin dëshmuar zbulimet gjatë ngjarjes tregonin mbështetje të pakufizuar, disa duke ofruar asistencë ligjore për të garantuar që përgjegjësit të ndëshkoheshin siç duhet. Kompania jo vetëm që ruajti stabilitetin e saj, por po përjetonte rritje për shkak të publicitetit pozitiv të gjeneruar nga guximi i treguar gjatë krizës. Bora u bë një figurë e admiruar në nivel kombëtar. Historia e saj frymëzonte programe televizive, artikuj në revista dhe madje edhe propozime për përshtatje kinematografike.
Vajza që gjatë viteve kishte qenë e padukshme tani merrte ftesa për leksione mbi guximin moral dhe përgjegjësinë shoqërore. Universitetet ofronin bursa të plota studimi, duke njohur jo vetëm heroizmin e saj, por edhe inteligjencën dhe vendosmërinë e saj. Lulieta rifitoi dinjitetin e saj profesional të shumë fishuar. Fqinjet që më parë e kishin gjykuar tani shprehnin admirim për mënyrën se si kishte edukuar një vajzë aq të guximshme. Ofertat e punës vinin vazhdimisht, përfshir propozime nga familje me ndikim që dëshironin punonjes me integritetin e saj të vërtetuar. Gjatë një pasditeje me diell, afërsisht një muaj pas ngjarjeve të Vilës, Agoni vizitoi Lulietën dhe Borën në shtëpinë e tyre të thjeshtë. Nuk erdhi me makina të importuara me roje sigurie, por duke drejtuar personalisht një automjet modest, duke mbajtur lule nga kopshti që kishte kultivuar personalisht gjatë periudhës së tij të shërimit. Kam një propozim për ju, tha Agoni, duke u ulur në sallonin e vogël ku kishte kaluar momentet e tij më të cenueshme. Nuk bëhet fjalë për oferta pune apo kompensime financiare. Është diçka më domethënëse. Bora dhe Lulieta e dëgjonin me vëmendje të respektueshme, kurioze për qëllimet e burrit që jetët e tyre i kishin ndryshuar aq dramatikisht. Gjatë muajit të fundit, Agoni kishte vizituar rregullisht, jo si pronar, por si dikush sinqerisht i interesuar për perspektivat dhe mirëqenien e tyre. Dua të propozoj një ortakëri, vazhdoi Agoni, duke vëzhguar shprehjet e tyre të befasisë. Jo mes pronarit dhe punonjëses, por mes njerëzve që ndajnë vlerat themelore të ndershmërisë dhe besnikërisë. Agoni shpjegonte se kishte vendosur të ristrukturonte plotësisht jetën e tij personale dhe profesionale. Tradhtia që kishte pësuar i kishte mësuar për sipërfaqësinë e marrëdhënieve të bazuara vetëm në statusin shoqëror dhe komoditetin financiar. Ai dëshironte të ndërtonte marrëdhënie autentike me njerëz që treguan karakter në momente vendimtare. Bora, ti shpëtove jo vetëm jetën time, por dinjitetin tim, tha me emocion të sinqertë. Do të dëshiroja të ofroja mundësinë që të ndërtojmë një të ardhme së bashku, bazuar në respektin reciprok dhe vlerat e përbashkëta. Propozimi që Agoni paraqiste ishte revolucionar në thjeshtësinë e tij. Ai kishte blerë një pronë më të vogël në një qytet të brendshëm, larg zhurmës së kryeqytetit dhe kujtimeve të dhimbshme të Vilës. Donte ta shndërronte vendin në një qendër të edukimit profesional për të rinjt me të ardhura të ulta, duke ofruar kurse teknike dhe mundësi për zhvillim personal. Bora do të ishte partnerja e tij në këtë projekt, jo si punonjëse, por si bashkëthemeluese dhe drejtoresh edukative. Përvoja e saj personale e tejkalimit do të shërbente si frymëzim për të rinjt e tjerë që përballeshin me vështirësi të ngjashme. Agoni do të financonte projektin, por Bora do të kishte autonomi të plot për të zhvilluar metodologjitë dhe programet edukative. Dhe zonja Lulieta do të ishte administratorja jonë e përgjithshme, shtoi Agoni, duke ju drejtuar nënës së Borës. Përvoja juaj në organizim dhe integriteti juaj personal janë saktësisht ato që na duhen për të garantuar që projekti të funksionojë siç duhet. Lulieta ndjeu lot në sy duke kuptuar se Agoni po ofronte jo vetëm vende pune, por mundësinë për të ndërtuar diçka domethënëse për familje të tjera që përballeshin me vështirësi ekonomike. Do të ishte një mënyrë për të transformuar përvojat e tyre të vuajtjes në instrumente ndihme për njerëzit e tjerë. Bora reflektoi thellë mbi propozimin. Pas javësh fame kombëtare, kishte marrë oferta joshse nga universitete prestigjioze, kompani multinacionale dhe madje edhe propozime për të shkruar libra për përvojën e saj. Megjithatë, asnjë nga këto mundësi nuk ofronte mundësinë e ndikimit social të drejtpërdrejtë që Agoni po propozonte. Pranoi, u përgjigj Bora me vendosmëri në rritje. Por me një kusht, projekti duhet të përfshijë programe specifike për fëmijët e punonjësve shtëpiak. Dua që fëmijët e tjerë të kenë mundësi që unë u vonova vite për t'i marrë. Agoni buzëqeshi me miratim të sinqertë. Kushti që Bora vendoste tregonte se motivimet e saj mbeteshin të fokusuara te drejtësia sociale, jo te përfitimet personale. Ishte saktësisht lloji i ortakërisë që ai dëshironte të ndërtonte, bazuar në qëllime të përbashkëta dhe për kushtim ndaj ndryshimit social. Lulieta gjithashtu e pranoi propozimin, duke specifikuar se do të dëshironte të mbante kontakt me disa familje të punonjësve shtëpiak që njihte, duke ofruar orientim mbi të drejtat e punës dhe mundësitë edukative për fëmijët e tyre. Përvoja e saj personale do të ishte e vlefshme për të orientuar gratë e tjera në situata të ngjashme. Gjatë muajve në vijim, trioja punoi intensivisht në zbatimin e qendrës edukative.
Agoni zbuloi kënaqësi të thellë në projekte që përfitonin drejt për drejt komunitetet në nevojë, duke kontrastuar dramatikisht me kërkimin për fitim që kishte dominuar karrierën e tij të mëparshme. Bora zhvilloi programe inovative që kombinonin edukimin teknik me zhvillimin e vetbesimit dhe ndërgjegjes sociale. Lulieta koordinonte aspektet logjistike me efikasitet që e mahniste vazhdimisht Agonin. Aftësia e saj për organizim dhe vëmendja ndaj detajeve të zhvilluara gjatë dekadave të punës shtëpiake rezultuan ideale për të administruar një projekt edukativ kompleks. Qendra u inaugurua në një ceremoni të thjeshtë, por emocionalisht domethënëse. Agoni u sigurua që t'u jepte meritat publikisht Borës dhe Lulietës si partneret e tij, jo si punonjëse. Gazetarët e pranishëm theksonin transformimin e një sipërmarrësi tradicional në një sipërmarrës social, të frymëzuar nga një vajzë që kishte rrezikuar gjithçka për të mbrojtur drejtësinë. Gjatë fjalimit të tij të inaugurimit, Agoni reflektonte mbi mësimet që kishte nxjerrë. Kalova dekada duke besuar se suksesi do të thoshte të grumbulloje pasuri dhe status shoqëror. Zbulova se suksesi i vërtet është të ndërtosh marrëdhënie të bazuara në besimin reciprok dhe të kontribuosh në ndryshime pozitive në shoqëri. Bora gjithashtu foli, duke ju drejtuar veçanërisht të rinjve të pranishëm, të gjithë ju keni potencial për të transformuar realitetet tuaja. Ndonjëherë, guximi për të bërë atë që është e drejtë mund të duket i pamundur, por veprimet e vogla të ndershme mund të gjenerojnë ndryshime të mëdha. Lulieta, në fjalimin e saj të shkurtër por emocionues, falenderonte mundësinë për të transformuar vitet e punës së heshtur në instrument transformimi social. Gjatë dekadave, kam pastruar shtëpi dhe jam kujdesur për familje. Tani mund të ndihmoj në ndërtimin e të ardhmeve më dinjitoze për familjet e tjera. Anila dhe Dritani, ndërkohë, përballeshin me pasojat ligjore të veprimeve të tyre. Anila kishte humbur jo vetëm pasurinë që kishte tentuar të përvetësonte, por edhe reputacionin shoqëror që kishte kultivuar gjatë viteve. Dritani kishte zbuluar se admirimi sipërmarrës i bazuar në tradhti është i paqëndrueshëm kur e vërteta zbulohet. Muaj më vonë, gjatë një pasditeje të qetë në qendrën edukative, Agoni dhe Bora ecnin nëpër kopshtet që kishin kultivuar së bashku. Vendi ishte bërë një oazë shprese për dhjetëra të rinj që gjetën aty mundësi që u dukeshin të pamundura më parë. Ndonjëherë mendoj se si jeta jonë do të ishte ndryshe nëse ti do të kishe qëndruar e heshtur, komentoi Agoni, duke vëzhguar studentët që merrnin pjesë në punëtoritë profesionale. Bora buzëqeshi me pjekurinë që kishte zhvilluar gjatë muajve të fundit, nuk mund ta imagjinoj të kisha bërë zgjedhje tjetër. Edhe duke i ditur vështirësitë që do të hasnim, besoj se të veproje drejt ishte opsioni i vetëm i mundshëm. Agoni pajtoi, duke njohur se guximi i Borës kishte shpëtuar jo vetëm jetën e tij, por edhe shpirtin e tij. Përvoja e pothuajse humbjes së gjithçkaje për shkak të tradhtisë së njerëzve të afërt e kishte mësuar për vlerën e marrëdhënieve autentike dhe qëllimeve domethënëse. Lulieta e vëzhgonte bisedën nga larg, duke ndjerë krenarit të thellë për vajzën që kishte rritur me aq dashuri dhe përkushtim. Të shihte Borën duke lulëzuar në një mjedis ku cilësitë e saj njiheshin dhe vlerësoheshin, përfaqësonte realizimin e ëndrave që ajo kishte ushqyer gjatë viteve të punës së heshtur. Qendra edukative rritej vazhdimisht duke tërhequr vëmendjen e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare të interesuara për të replikuar modelin në rajone të tjera. Agoni, Bora dhe Lulieta kishin ndërtuar diçka që të i kalonte përvojat e tyre personale, duke krijuar një strukturë të aftë për të ndikuar pozitivisht në qindra jetë. Gjatë një interviste televizive kombëtare, një gazetar e pyeti Agonin për planet e tij të ardhshme. Përgjigjja e tij përmblidhte në mënyrë perfekte transformimin që kishte përjetuar. E ardhmja ime është duke ndërtuar mundësi për njerëzit që, ashtu si Bora, zotërojnë potencial të jashtëzakonshëm por kanë nevojë për shanse për ta treguar atë. Zbulova se pasuria e vërtet është të shohësh jetë duke u transformuar përmes edukimit dhe respektit reciprok. Bora, në të njëjtën intervistë, shprehte mirënjohjen për rrugëtimin që kishte përjetuar. Mësova se guximi nuk është mungesa e frikës, por të veprosh drejt pavarësisht frikës. Historia jonë vërteton se njerëzit e vendosur mund të i kalojnë rrethanat e vështira kur mbështesin njëri tjetrin me ndershmëri dhe respekt. Historia e Agonit dhe Borës u bë një shembull kombëtar se si marrëdhëniet autentike mund të lindin nga situatat më të papritura. Një sipërmarrës i fuqishëm dhe një vajzë e padukshme kishin ndërtuar një ortakëri të bazuar në vlerat e përbashkëta, duke treguar se transformimi i vërtet social ndodh kur njerëzit nga origjina të ndryshme bashkohen për qëllime të përbashkëta.
Vite më vonë, qendra edukative vazhdonte të rritej, duke ndikuar në mira jetë dhe duke frymëzuar projekte të ngjashme në të gjithë vendin. Agoni, Bora dhe Luljeta kishin vërtetuar se drejtësia dhe dëmshuria mund të mbizotërojnë mbi tradhtinë dhe lakmin, duke ndërtuar një trashëgimi që të i kalonte përvojat e tyre personale të vuajtjes dhe shpëtimit. 2 vite pas inaugurimit të qendrës edukative, Agoni dhe Bora ecnin nëpër të njëjtën rrugicë të vilës ku gjithçka kishte filluar. Prona tani i përkiste shtetit e shndërruar në një muze të drejtësisë që tregonte historinë se si një vajzë e guximshme kishte ekspozuar një nga konspiracionet më të ndërlikuara të regjistruara ndonjëherë në kryeqytet. Anila kishte kryer vetëm 18 muaj burg para se të transferohej në regjim gjysmë të hapur, por jeta e saj shoqërore ishte shkatëruar përgjithmonë. Askush nga elita e biznesit nuk mbante kontakt me të, dhe ato pak miqësi që mbetën bazoheshin në mëshirë, jo në respekt. Dritani kishte marrë dënim më të rënd për shkak të pjesëmarrjes së tij aktive në administrimin mashtrues të kompanisë, duke mbetur në burg me kohë të plotë. Ndonjëherë ende kam makthe për atë natë, rrëfeu Bora, duke vëzhguar dritaret e katit të dytë ku kishte rrezikuar gjithçka për të regjistruar provat. Zgjohem duke menduar se mbase kisha marrë vendimin e gabuar, se mund të kisha gjetur një mënyrë tjetër për t'ju ndihmuar. Agoni ndaloi se ecuri dhe i kapi butësisht shpatullat e saj. Bora, ti shpëtove jetën time në një mënyrë që të i kalon fizikun. Anila dhe Dritani nuk po vidhnin vetëm pasurinë time, ata po shkatëronin mendjen time, identitetin tim, aftësinë time për të besuar te njerëzit. Pa guximin tënd, unë do të isha zhdukur gradualisht, duke humbur jo vetëm pasuritë e mia, por edhe vetë shpirtin tim. Gjatë 2 viteve që kaluan, Agoni ishte bërë një person krejtësisht tjetër. Tradhtia brutale që kishte pësuar e kishte zhveshur nga çdo arrogancë apo sipërfaqësi që kishte poseduar më parë. Tani ai vlerësonte çdo marrëdhënie gjenunine, çdo moment ndeshmërie, çdo demonstrim të karakterit të vërtetë. Bora gjithashtu ishte pjekur në mënyra që ajo kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Vajza e turpshme që punonte në heshtje në vil ishte bërë një edukatore e respektuar në nivel kombëtar, palestrante e kërkuar nga institucionet që dëshironin të mësonin për guximin moral dhe transformimin social. Megjithatë, pavarësisht gjithë famës, ajo mbeti thelbësisht i njëjti person, e vendosur, e drejtë dhe thellësisht e angazhuar me mbrojtjen e të pambrojturve. E mban mend kur the se unë isha e padukshme, pyeti Bora me një buzëqeshje melankolike. Për vite, besova se padukshmëria ishte e vetmja karakteristikë që më përcaktonte. Tani kuptoj se ajo padukshmëri më lejoi të vëzhgoja të vërteta që të tjerët i injoronin. Agoni buzëqeshi me admirim të sinqert, padukshmëria jote e supozuar ishte në fakt një formë e urtësisë së heshtur. Ti shije përtej dukjeve, përtej performancave që të gjithë paraqitnin. Ndërsa unë besoja se i njihja në mënyrë të përsosur Anilën dhe Dritanin, ti vëreje kontradikta dhe mos përputhje që arroganca ime më pengonte t'i vija re. Ata u drejtuan për te kafeneja e vogël që kishin frekuentuar rregullisht gjatë muajve të fundit, një vend i thjeshtë ku mund të bisedonin pa tërhequr vëmendje të panevojshme. Agoni kishte mësuar të vlerësonte mjediset modeste ku marrëdhëniet autentike lulëzonin natyrshëm, duke kontrastuar me restorantet elegante ku kishte kaluar vite duke kultivuar lidhje sipërfaqësore. Luljeta do t'i takonte më vonë, siç bënte çdo të enjte që kur vendosën këtë traditë familjare. Të tre kishin zhvilluar një rituat javor të darkës së bashku, duke ndarë reflektime mbi punën në qendrën edukative dhe duke planifikuar zgjerime të ardhshme të projektit. Nëna ime më tha diçka interesante dje, komentoi Bora ndërsa prisnin pijet e tyre të thjeshta. Ajo tha se më në fund e kupton pse ju dhe unë u lidhëm aq thellë. Sipas saj, të dy përjetuam tradhti nga njerëzit që duhej të na mbronin. Agoni reflektoi mbi vëzhgimin depërtues të Luljetës, nëna jote ka të drejtë. Anila dhe Dritani më tradhtuan në një mënyrë llogaritëse dhe mizore. Por ti u tradhtove në një mënyrë tjetër, nga shoqëria që të bëri të padukshme, nga elita që injoronte vlerën tënde, nga sistemi që ofronte mundësi të kufizuara për njerëzit në situatën tënde. Gjatë vitit të fundit, Agoni kishte sponsorizuar personalisht studimet universitare të Borës, jo si bamirësi, por si investim në një partnere që kishte treguar aftësi të jashtëzakonshme. Ajo studionte pedagogji sociale gjatë mëngjeseve dhe administronte qendrën edukative gjatë pasditeve, duke ekuilibruar teorinë akademike me përvojën praktike. Ajo që më mahnit më shumë në ortakërinë tonë, tha Agoni duke vëzhguar lëvizjen e rrugës përmes dritares, është se si arritëm të ndërtonim një marrëdhënie të bazuar në respektin reciprok gjenunin.
Nuk ka hierarki mes nesh, ekziston bashkëpunimi. Nuk ka varësi financiare që komprometon ndershmërinë tonë, ekziston qëllimi i përbashkët. Bora pajtoi, duke kujtuar se si kishte pasur frikë fillimisht se Agoni përfundimisht do të kthehej në modelet e tij të mëparshme të sjelljes. Gjatë muajve të parë, ajo priste shenjat e arrogancës që rishfaqej, të trajtimit kondescending, të tentativave për të vendosur dinamika fuqie bazuar në dallimet ekonomike. E rrëfej se mu desh kohë për të besuar plotësisht në transformimin tuaj, pranoi Bora me ndershmëri. U rrita duke vëzhguar se si njerëzit e pasur i trajtonin punonjësit me një mirësjellje sipërfaqësore që fshinte përbuzjen reale. Mu desh kohë për të besuar se ndryshimi juaj ishte autentik dhe i përhershëm. Agoni e vlerësonte ndershmërinë brutale të Borës, një karakteristikë që shumë pak njerëz në jetën e tij të mëparshme e tregonin. Anila gjithmonë pajtohej me opinionet e tij, Dritani gjithmonë mbështeste vendimet e tij dhe shumica e të njohurve të tij ofronin vetëm adhurim të interesuar. Bora, përkundrazi, i vinte në pyetje idetë e tij, sfidonte supozimet e tij dhe ofronte perspektiva që e detyronin të rritej intelektualisht dhe moralisht. Ti më mësove se pasuria e vërtet nuk matet me pasurinë e grumbulluar, por me jetët e ndikuara pozitivisht, tha Agoni me emocion të sinqert. Para se të njihja, unë e matja suksesin tim me numra, fitime, prona, investime. Tani e mas suksesin tim me buzëqeshjet e studentëve që marrin mundësi, me familjet që të i kalojnë vështirësitë ekonomike, me të rinjt që zbulojnë talente që nuk e dinin se i zotëronin. Qendra edukative ishte bërë një referencë kombëtare në edukimin profesional për të rinjt me të ardhura të ulta. Delegacione nga qytete të tjera vizitonin rregullisht për të studiuar metodologjinë e zhvilluar nga Bora, që kombinonte aftësimin teknik me zhvillimin e vetbesimit dhe ndërgjegjes sociale. Modeli po replikoi në 12 qytete, gjithmonë me mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Borës për të garantuar ruajtjen e cilësisë. Ndonjëherë pyes veten se si do të ishte jeta ime nëse Anila dhe Dritani do të kishin arritur t'ju shtronin, komentoi Bora, duke imagjinuar skenar alternativ. Ndoshta do të mbetesha e padukshme për gjithmonë, duke punuar në shtëpitë e familjeve të tjera të pasura, duke vëzhguar padrejtësi, por pa guxim për të vepruar. Agoni u rrëqet duke konsideruar këtë mundësi, dhe unë ndoshta do të isha zhdukur në ndonjë klinikë psikiatrike, duke humbur gradualisht mendjen në medikamente të panevojshme, ndërsa ata do të shijonin pasurinë që ndërtova gjatë dekadave. Zgjedhjet e tua të guximshme na shpëtuan të dyve nga fati i tmerrshëm. Lulieta mbërriti saktësisht në orën 7, si gjithmonë, duke mbajtur një çantë të vogël me ushqime shtëpiake që kishte përgatitur posaçërisht për darkat e tyre javore. Gjatë 2 viteve të fundit, ajo ishte bërë jo vetëm administratore e qendrës, por një figurë amtare për Agonin, duke ofruar dashurinë e sinqertë që ai kur nuk e kishte marrë nga Anila. Si ishte java juaj? Pyeti Lulieta, duke u instaluar komode në tavolinën e rezervuar në fund të kafenes, larg vështrimeve kurioze që ende her pas here i ndiqnin. Agoni dhe Bora treguan përparimet e qendrës, sfidat administrative që kishin të i kaluar dhe planet për të zgjeruar programet e ofruara. Lulieta dëgjonte me vëmendje amtare, duke ofruar sugjerime praktike të bazuara në përvojën e saj prej dekadash, duke organizuar rezidenca dhe duke koordinuar punonjës. Gjatë bisedës, Agoni përmendi një propozim që kishte marrë nga një shtëpi botuese e interesuar për të botuar një libër për përvojën e tij. Disa shtëpi botuese kishin bërë oferta të ngjashme gjatë 2 viteve të fundit, por kjo specifike ofronte diçka ndryshe. Bora do të ishte bashkautore zyrtare, jo vetëm një burim informacioni. Besoj se historia jon mund të frymëzojë njerëzit e tjerë që përballen me situata të ngjashme, tha Agoni. Jo vetëm viktimat e konspiracioneve familjare, por çdo person që ka nevojë të gjejë guxim për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur pasojat duken shkatërruese. Bora e konsideronte propozimin me kujdesin analitik që aplikonte në të gjitha vendimet e rëndësishme. Nëse vendosim ta shkruajmë këtë libër, duhet të garantojmë që mesazhi kryesor të jetë për fuqizimin individual dhe përgjegjësinë shoqërore. Nuk dua që historia jon të romantizohet apo të thjeshtohet. Lulieta e mbështeste plotësisht idenë, duke sugjeruar që një pjesë e fitimeve të destinohej për financimin e qendrave të reja edukative. Ju keni mundësinë ta transformoni një përvojë të dhimbshme në një instrument të ndryshimit social. Është një përgjegjësi që nuk duhet ta injoroni. Në fund të darkës, ndërsa ecnin nëpër rrugët e qeta drejt shtëpive të tyre respektive, Agoni bëri një vëzhgim që përmblidhte në mënyrë perfekte transformimin që kishin përjetuar së bashku. Bora, kur shikoi prapa,
Kuptoj se Anila dhe Dritani pa dashje më ofruan dhuratën më të madhe të jetës sime, ata më detyruan të zbuloj se kush jeti në të vërtetë. Bora buzëqeshi me pjekurinë emocionale që kishte zhvilluar, dhe ju më ofruat diçka që unë kur nuk e imagjinova të mundur, mundësinë për të transformuar vitet e padukshmërisë në forcë për të ndihmuar të tjerët që ndjehen një lloj të injoruar nga shoqëria. Atë natë, pasi u përshëndetën me luljetën, Agoni dhe Bora qëndruan edhe disa minuta shtesë duke biseduar në dritën e butë të shtyllave të rrugës. Kishte diçka solemne në atë moment, sikur të dy kuptonin se po mbyllin përfundimisht një kapitull të jetës së tyre për të filluar një tjetër krejtësisht të ri. Faleminderit që keni besuar tek unë kur isha vetëm një shërbëtore e padukshme, tha Bora, zëri i saj i mbushur me mirënjohje të sinqertë. Agoni u përgjigj me të njëjtën sinqeritet, faleminderit që rrezikove gjithçka për të shpëtuar një burr që as nuk e vinte re ekzistencën tënde. Ti më mësove se heroizmi i vërtet shpesh vjen nga vende të papritura. Ata u përqafuan me dashurinë e thellë të dy njerëzve që kishin ndarë përvoja ekstreme dhe dolën prej tyre si një familje e zgjedhur, të bashkuar jo nga gjaku apo interesi, por nga vlerat e përbashkëta dhe respekti reciprok gjenunin. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që kjo histori e Agonit dhe Borës të ketë prekur zemrat tuaja po aq sa preku tona. Një rrëfim mbi guximin, drejtësinë dhe se si njerëzit nga origjina të ndryshme mund të bashkohen për të transformuar realitetet e tyre dhe për të ndikuar pozitivisht në shoqëri. Nëse kjo histori ju emocionoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë rrëfime frymëzuese që festojnë forcën e karakterit njerëzor. Lini pëlqimet dhe komentet tuaja duke treguar se si kjo histori ju bëri të reflektoni mbi guximin moral dhe marrëdhëniet autentike. Shpërndajeni me miq që kanë nevojë të u kujtohet se veprimet e ndershme, edhe kur duken të vogla, mund të gjenerojnë transformime të jashtëzakonshme. Shihemi në historinë e ardhshme.